Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se situata në Gostivarrësh duke shkuar drejt normalizimit dhe se numri i pacientëve po bie nga dita në ditë. Megjithatë, ai thotë se epidemia ende nuk ka përfunduar dhe se gjendja ende nuk është stabilizuar plotësisht. Kapacitetet spitalore janë të mira dhe institucionet shëndetësore janë në gjendje të përballojnë pacientët e shtrirë dhe ata që paraqiten, thot ai. Danas ka imаме soste boto 80 prvo prijavljeni pacijenti. Sot na paraqitet një situatë prej vetëm 80 personave të paraqitur që është një ulje drastike nga ditët e kaluara. Definitivisht jemi në trend të zvogëlimit të numrit. Shifra e përgjithshme të smurëve ka arritur rreth 4000. Deri tani janë paraqitur për anketë epidemiologjike 750 persona, ndërsa janë anketuar 490. Mund të them se epidemia ka hyrë në fazë të qetësimit. Fillon faza analizës epidemiologjike për ngjarjen. Kemi informacione të mjaftueshme për punën dhe rezultatet e epidemiologëve në teren. Në lidhje me epideminë, mund të them se tani duhet të bëhet dallim nga njerëzit që preken si pasojë e epidemisë dhe ata që sëmuren si pasojë e viruseve gastrointestinale që paraqiten gjatë muajve të verës. Klekovski tha se uji në Gostivar vazhdon të mbetet i papërdorshëm për pije, por edhe për përdorim teknik. Në vijim, sipas tij, është hiperklorimi i ujit me qëllim pastrimin e sistemit, se kur uji do të përdoret përsëri mbetet të shihet nga analizat që vijojnë në përditshmëri, tha ministri Klekovski. Upravljački komitet raboti na prašanje to. Komiteti drejtues po merret me këtë çështje, rezultatet e mbrëmshme ende nuk janë të kënaqshme. Që uji të jetë i sigurt duhet të normalizohet edhe sasia e klorit në ujësjellës. Ende nuk është arrit masa e lejuar. Bëhen analizat e vazhdueshme të ujit në shumë pika. Kur të jenë të pranueshëm parametrat, do të njoftohen qytetarët dhe do të lëshohet njoftim se uji mund të përdoret. Kujtojmë se Gostivarasit disa ditë me radhë kanë pirë ujë që ka qenë i kontaminuar me bakterie të ndryshme, madje edhe mbetje fekale, por asnjë nga institucionet kompetente për matjen e cilësisë së ujit nuk kanë alarmuar derisa u publikuan pamjet pas denoncimit të qytetarëve. Sipas ministrit, institucionet hetuese duhet të vendojnë nën lupë edhe institucionet përgjegjëse për testimin e ujit.